Të nderuar qytetar demokrat, në rast parë dua ta nis me një falënderim për gjithë ju që keni ardhur sot në këtë protestë, për numërusët, komisionerët, vëzhguesët e Partisë Demokratike që kanë qenë heronjtë e këtyre 5 ditëve të fundit, për ulje pafundësisht para tyre, mirënjohje pafund që keni ruajtur çdo votë të Partisë Demokratike dhe të atyre shqiptarëve të lirë që votuan ndryshimin. Faleminderit atyre që kanë ardhur sot këtu në këto kushte kaq të vështira, në një shtet rrethim të organizuar nga Edi Rama për të mashtruar sërish gjithë elitën europiane se Shqipëria është një demokraci funksionale. Shqipëria sot është një shtet që nuk ka më zgjedhje. Miqtë e mi, mos harroni se 5 minuta para se të rrëzohet çdo regjim duket më i fortë se kurrë. Ne kemi mbritur në këtë pikë. Jemi në pikën ku regjimi i Edi Ramës do të rrëzohet nga zullumi i tij dhe nga dora që do t'i japim ne, qytetarët e lirë. Të nderuar qytetarë, ju bëj thirrje që edhe pak durim të mirëpresim së bashku për pak minuta kreun e Partisë Demokratike, Doktor Berishën, pasi ai sapo është kthyer nga vizita e tij në Bruksel dhe është nisur më një herë për të ardhur këtu për t'ju drejtuar qytetarëve shqiptar, demokratëve dhe gjithë mediave të vendit. Për t'ju bërë me dije bisedat dhe informimin që ka patur në asamblen politike të organizatës botërore, më të madhe të partive të djathta dhe qendrës djathtë, Unionit Ndërkombëtar Demokrat IDU-s, ku janë antar 106 parti të djathta nga e gjithë bota, ku